Ky deri në farë vendi sigurisht presioni është i nevojshëm, është i domosdoshëm, ka një lloj rezultati, por pa Shtetet e Bashkuara, Palestina nuk mund të jetë dot një antar i Kombeve të Bashkuara. Pse është rëndësishme kjo? Sepse të jesh antar i Kombeve të Bashkuara të bën ty pastaj të sigurt nën ombrellën, nën çadrën e të drejtës ndërkombëtare, sepse tashmë Izraeli pastaj të lufton kundër një shteti, jo disa forcat e paorganizuara të atij shteti. Dhe kjo pastaj krijon edhe një lloj përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar. Për sa kohë që Palestina nuk është një antar i Kombeve të Bashkuara, nuk ka të drejtën të kërkojë këtë lloj mbështetje dhe mbrojtje nga komuniteti ndërkombëtar. Në fundit, nëse Hamas pranon dhe kemi një përgjigje së shpejti, sepse 3 deri në 4 ditë kohë i ka lënë zoti Trump në fakt Hamasit dhe nga materiali që sapo ndoqëm. Do të ketë një fund të shpejtë të luftës mbi bazën e këtyre pikave, se kemi parasysh që ka shumë skepticizëm për atë armëpushimin e famshëm që kërkohet prej kaq kohë, sado që mund të përfshihet apo jo në këto pika. Dallimi këtu është që në vendin e armëpushimit do të kemi një tratatë paqe kombëtar. Pra deri tani kemi pasur tratative për armëpushim dhe palët izraelese kanë ndryshuar këmbën e tyre dhe kanë thënë që jo, ne nuk duam më armëpushim, ne duam një paqe kombëtare. Dhe pjesë e kësaj paqe është largimi i Hamasit nga territori palestinez. Sigurisht Hamasi është një prej forcave ushtarake në territor, ka edhe Palestinian Jihad, or Islamic Jihad, është një forcë tjetër militante në territorin e Gazës, janë 3-4 forca tjera politike dhe ushtarake që ekzistojnë aty. Gjithashtu Hamasi është më shumë se udhëheqësia e tyre. Pra udhëheqja e Hamasit ka ideologjinë, është shtrirë në gjithë rripin e Gazës. Edhe kështu që nuk është e qartë për mua që edhe ndonë se mund të kesh udhëheqjen kokën e Hamasit, që thotë po do të bëjmë këtë, që edhe për këtë kanë pikpyetje të mëdha, sepse siç thash, unë nuk besoj që kjo është një marrëveshje që i shkon për shtat Hamasit. Gjithsesi është për të parë nëse ata do të bëjnë diçka të tillë. A do të arrijë kjo menjëherë një paqe të drejtë për drejtë? Unë nuk mendoj që po, sepse mos harrojmë që edhe vetë programi është një program 5 vjeçar. 5 vite është një periudhë shumë e gjatë për në lidhjen e mesme. Mos harrojmë që edhe vetë Netanyahu është shumë i prekshëm, vulnerabël ndaj forcave eksterne të jashtë brenda Izraelit, që janë brenda qeverisë së tyre, që nuk e duan një shtet palestinez. Netanyahu gjithashtu është shprehur që nuk dëshiron një shtet palestinez. Atë që ai dëshiron është thjesht një anklav, është një provincë autonome e Gazës, ku palestinezët me agjentet e tyre nuk kanë një forcë sigurie, nuk kanë policë, nuk kanë asgjë, thjesht jetojnë në burg të hapur. Të njëjtën gjë po mundohet të bëjë edhe në bregun perëndimor, ku ai breg perëndimor që deri para 30 vitesh ishte një pjesë e tërë i bregut perëndimor, sot është copa, ku janë qyteza të vogla palestineze. Isha aty në 2019, ku pash edhe murin Darës, por pash si palestinezët de facto jetojnë në qyteza të ndryshme, pasi lloj komunikimi një tjetrin dhe të ndarë nga autostradat, të cilat lidhin qyteza izraelase me njëra tjetrën. Dhe kjo është e ardhmja në mendjen e Netanyahu dhe të ekstremit të jashtë të Izraelit. Kjo është e ardhmja e palestinezëve, të jetojnë të ndarë, të përçarë në qyteza